Sot para kësaj shtatorje, unë nuk po qëndroj vetëm për të përëruar një vepër artistike. Po qëndroj përballë një kujtese të gjallë, përballë një amaneti që na flet të gjithëve si me rujt figurën, me rujt vërtetën dhe me rujt dignitetin dhe historinë tonë kombëtare. Nuk duhet të flas sot për data e fakte, duhet të flas për parime, sepse figura e Tahir Sinanit është më shumë edhe më tepër se një biografi lufte. Është një udhëzues moral për të gjithë kombin. Ai ishte mishrim i kurajës, i besës, i përgjegjësisë ndaj vendit. Ishte shembull se si njeriu kur e do lirinë nuk e kërkon si privilegj, por e mbron si detyrim. Ishte njeri i drejtësisë, i përullësisë dhe i sakrificës. Ishte prej atyre burrave që nuk kërkojnë vend në histori, por historia u jep vetë, sepse jetojnë për të tjerat. E në këtë ditë të shenjtë, Prizreni po e shton edhe një medalje plus, duke ngritur përmendoren e herojt të kombit Tahir Sinani, që realisht qenia e kësaj përmendorje këtu i bën nder Prizrenit dhe luftës së kësaj treve për shtërim. Jam shumë i nderuar që në këtë ditë festive më jepet fjala për të përshëndetur në këtë ceremoni të zbulimit të kësaj shtatorje, nëpërmjet së cilës Tahir Sinani dhe vepra e tij e madhe bëhen përjetësisht qytetar të Prizrenit. Është ky përurim një akt mirënjohje që Prizreni i paraqet Tahir Sinanit e nëpërmjet tij të gjithë dëshmorëve të rënë të zonës operative të Pashtrikut, duke rritur shenjtërinë e ditëve të shenjta të Shqipërisë. Nuk ndaloj për asnjë çast organizimin dhe luftën për liri, deri në fitore, dhe pas luftës dha një kontribut të çmuar edhe në trupat e mbrojtjes Kosovës si komandant i zonës 2 mbrojtëse. Komandant Tahir Sinani, nga se ishte betuar se do luftonte deri në vdekje për shtërimin e trojave shqiptare, mori pjesë aktive edhe për shtërimin e trojave tona në Presheva, Medvegjë, Bojanoc, si edhe në trojet tona në Maqedoni, ku në mesin e luftarëve ishte gjithmonë i dashur dhe në çdo moment pranë tyre, deri në momentin e rënies në fushë të nderit, me stres u bashkua vargu të heronjve dhe herina që derdhen gjakun për liri. Dhe të mendoj më shumë për gjakun e derdhur për liri, të mendoj më shumë për sakrificat që u bën ndërbreza, të mendoj më shumë për interesat dhe dignitetin tonë kombëtar. Dhe Tahir Sinani e kishte ndjerë thirrjen e të parëve të tij, thirrjen e Ali Ibrës, Mit Sokolit, Abdyl Frashrit e Iver Prezenit, Bajram Curit e Sulejman Voksit, e Ahmet Korenicës dhe të shumë trimave të Malsis Gjakovës që i vunë gjokset e tyre para topave e bajonetave osmane për të mbrojtur tokat shqiptare nga cuptimi i fqinjve grabicar. Tahir Sinani e dinte se populli shqiptar duhet ta kryente këtë amanet. Prandaj përveshi mëngët dhe rreshtua në ushtrinë shqiptare të Kosovës, në ushtrinë shqiptare për Preshevë, Medvegjë, Bojanoc dhe përfundoi rrugtimin e tij adhëtar me nder e lavdit madhe në ushtrinë shqiptare kombëtare. Gëzuar ditën e flamurit, qofshim gjithmonë të bashkuar dhe së bashku ta çojmë përpara amanetin, ëndrrën dhe idealin e atyre që dhanë jetën për kombë e për flamur. Gjaku i dëshmorëve është gur themel i të ardhmes tonë dhe s'duhet ndalojmë deri në ditën që çdo trevë shqiptare të bashkohet në një flamur, në një qëllim. Sot, në këtë ditë të shenjtë këtu, në Prizrenin historik, u bua mundur vendosja e shtatorës së komandantit të 3 luftrave, Tahir Sinani. Një shtatorë që do të qëndroj përjetësisht krahas komandantit legjendar Adem Jashari dhe krahas të gjithë atyre bijve e bijave që dhanë jetën dhe sakrifikuan gjën më të shtrenjtë për këtë kombë.